Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Punoj në azilin e pleqëve dhe jam e tmerruar nga ajo që ndodh aty. Unë quhem Lindita dhe jam 31 vjeçe. Prej 2 vitesh punoj në një azil të moshuarish. Nuk e kam parë kur faktikisht me syrin që i shoh sot gjërat. Kam hyrë aty me idenë se puna do të ishte e qetë, njerëzore dhe me plot mirësi. Më pëlqente ideja të shërbeja një brezi që kishte dhënë gjithë jetën për ne. Por realiteti ishte tjetër botë. Dua t'i tregoj faktikisht gjërat fiks siç i kam përjetuar. Dita ime e parë ishte e mbushur me emocion. Ndihesha mirë që do të kisha mundësi të ndihmoja njerëzit që nuk ishin më askënd. Më pritën me buzëqeshje, më dhanë uniformën dhe më treguan pavionet. Por që në ditët e para fillova të kuptoj se diçka nuk shkonte. Kishte shumë pak staf për shumë të moshuar që ishin. Një punonjëse duhet të kujdesej për 15 persona. Më thanë, mos i llogarit orët, këtu puna nuk ka fund. Mu duk pak e çuditshme, por gjithsesi mendova se do të ambientohem. Nuk kisha parë ende asnjë gjë. Ndërkohë më thoshin vazhdimisht edhe punëtorët e tjera, Lindita, mos i dëgjo çdo gjë që thon të moshuarit. Kjo ishte fjalia që dëgjoja më shpesh nga koleget më të vjetra, por nuk e kuptoja pse e thoshin. Derisa fillova t'i dëgjoj vetë, një gjyshe më tha me zë të ulët, mos më lini vetëm natën, kam frikë. Një gjysh tjetër më tregoi se ndonjëherë nuk u sillnin ujë me orë të tëra sepse stafi ishte shumë i zënë. Më vinte keq, por mendoja se po e egzageronin, derisa pash vetë situatat. Orari im zyrtar ishte 8 orë, por kthehesha në shtëpi pas 12 orësh punë. Të moshuarit që kishin probleme shëndetësore kërkonin kujdes konstant. Disa nuk ngriheshin fare nga krevati, disa haronin kush ishin, disa qanin vetëm sepse donin të fliste dikush me ta. Dhe unë duhet të bëja gjithçka, t'i ushqeja, t'i laja, t'i ndroja, t'i qetësoja, të mbaja shënime, të kontrolloj ilaçe, të kujdesesha për konfliktet mes tyre. Ndërkohë që ishin vetëm 2 punonjëse në turn, ishte e pamundur t'ja dilnim. Shpesh e vetmja gjë që mund të bëja ishte t'u thoja, po vi 1 minutë e cila zgjaste 3 orë. Edhe kur e dija se s'po ja dilja t'i shërbeja të gjithëve siç duhej. Kjo gjë më gryente shpirtin. Nata ishte ora kur dilnin më shumë të vërtetat. Në turnin e natës ndodhin gjërat më të rënda emocionale. Të moshuarit që vuajnë nga demenca bërtasin shpesh, humbasin orientimin, kërkojnë njerëz që nuk janë më gjallë, përjetojnë frikra, pastaj qetësohen dhe më pas fillojnë prap. Isha vetëm me një kolege. Një natë 3 të moshuar filluan të qanin njëkohësisht. Njëri kishte halucinacione, një gjyshe kishte dhimbje, një tjetër kërkonte djalin që e kishte braktisur. Ndihesha si dikush që po coptohej nga brenda. S'mund të isha në 3 vende në të njëjtën kohë. Ajo që më tronditi më shumë nuk ishte as lodhja, as orët e gjata dhe as gjendja e të moshuarve. Ishte pikërisht braktisja. Ka të moshuar që nuk marrin asnjë vizitë për muaj e muaj të tërë. Disa nuk kanë asnjë thirrje, asnjë dhuratë, asnjë interesim, asnjë njeri. Ditën e vitit të ri mendova se do të vinte dikush, por muret ishin paq të heshtura sa zakonisht. Një gjyshe më tha, Lindita, mos u marto kurrë me dikë që nuk do të mbaj fëmijët afër. Ndjeva një therrje në zemër, ishte një dhimbje që nuk e kisha përjetuar kurrë deri atëherë. Pastaj erdhi viti që mendova të largohesha. Ka pasur shumë ditë që kam qarë në tualet vetëm nga pafuqia. Nga fakti që s'kisha mundësi t'i trajtoja të moshuarit ashtu si ata e meritonin. Nga fakti që lodhja më fshinte edhe aftësitë më të thjeshta. U mendova seriozisht që të lija punën. Por sa herë që bëhesha gati, në një gjyshe më merrte dorën dhe më thoshte, faleminderit që e këtu bia ime. Dhe unë lëkundesha. Nuk e dija nëse ikja do ta bënte situatën më të mirë apo do e përkeqësonte aty. Dhe vazhdova të qëndroj. Nuk e di sa gjatë do ri, nuk e di sa do ta përballoj trupi dhe mendja ime, por di një gjë.
Kam parë dhimbjen më të thellë njerëzore, braktisjen më të madhe, vetmin më të ftohtë dhe syt më të ngrohtë që kam parë ndonjëherë. Edhe pse jam e tmerruar nga ajo që ndodh, nga kishtrajtimet, pabesia, harresa, sidomos harresa vret më shumë se çdo sëmundje. Dhe jam ende aty sepse dikush duhet të jetë. Ndoshta një ditë do të largohem, por jo sot. Jam ende aty, duke bërë më të mirën që mundem.